Historikisht Kisha Ortodokse Serbe ka luajtur rol nxitës në të gjitha luftrat në ish Jugosllavi. Bekimin për krimet e kryera gjatë luftrave, kryekriminalet serbi merrnin nga Kisha Ortodokse. Të tillë ishin edhe Ratko Mladić e Radovan Karadžić. Ata bekueshin nga priftrin ortodoks serb për veprat kriminale në Bosnjë. Më pas të njëjtit vrane masakruan qindra musliman bosnjak gjatë viteve të 90-ta. Të njëjtin rol Kisha Ortodokse Serbe e ka luajtur pothuajse në vazhdimsi, duke përkrahur edhe kriminalin Milošević në luftën e fundit në Kosovë, dhe çdo serb që shkonte në luftrat që Serbia i ka bërë në Sloveni, Kroaci e Bosnjë. Kjo mënyrë po vazhdon të përdoret edhe pas 3 dekadash nga presidenti Aleksandar Vučić dhe politika serbe. Madje bazuar në këto edhe raporti i Komitetit të Helsinkut për të drejtat e njeriut veçon përdorimin e kishës serbe nga liderët në Beograd si instrument për avancimin e projektit ashtu quajtur Bota Serbe. Raporti i Helsinkut vë në pas se Kisha Ortodokse është bërë një nga aktorët më të rëndësishëm në përpjekjet për rritjen e ndikimit serbo-rus në rajon, sidomos në Kosovë. Si dëshmi e kësaj përmendet edhe takimi më 22 prill 2025 mes patriarkut serb Profirje dhe presidentit rus Vladimir Putin në Moskë. Gjatë këtij takimi, sipas raportit, Profirje deklaroi se qëndrimi i kishës për çështjet si Kosova, Malizi dhe Republika Serbe varet nga pozicioni gjeopolitik i Rusisë, duke theksuar se kisha dëshiron të qëndrojë afër botës ruse në rast të një reorganizimi global. Përveç kësaj, raporti 81 faqesh zbardh përfshirjen e drejt për drejt të Serbisë dhe Rusisë në projekte destabilizuese në Ballkan përmes projektit Bota Serbe, me theks të veçantë në Kosovë. Projekti Bota Serbe është identifikuar nga Komiteti i Helsinkut për të drejtat e njeriut si një nga instrumentet kyçe përmes të cilit Rusia, në bashkëpunim me elitën politike serbe, po tenton ta rikthejë ndikimin në Ballkan, sidomos në Kosovë. Pikërisht për këtë edhe në Institutin Oktopus thonë se projekti Bota Serbe është komplet në një vijë me politikën ruse. Ky raport e vren qartë që ndikimi i regjimit të Vučićit dhe i Serbisë dhe i Rusisë në Ballkanin perëndimor dhe po ashtu në Kosovë është i dukshëm, i madh dhe po ashtu është duke bërë nëpërmjet mjeteve të cilat nuk janë konvencionale dhe mjeteve të cilat kanë për qëllim destabilizimin e rajonit. Në këtë kontekst, Kosova mbetet një ndër vatrat më të rrezikuara përmes mbështetjes së Serbisë për strukturat paralele në veri, duke përdorur persona të lidhur me krimin, në veçanti me kryet terroristin Milan Radojević. Beogradi dhe Moska sipas raportit synojnë minimin e sovranitetit dhe destabilizimin e vendit. Raporti ndalet veçanërisht te sulmi armatosur në Banjsk në shtator 2023, ku Radojević dhe një grup paramilitar serb ndërmorën një akt terrorist në veri të Kosovës, por që sipas raportit Serbia nuk ka marrë asnjë hap kundër të akuzuarit terrorist Radojević lidhur me këtë sulm.